Dje rreth orës 7:10 në stacionin policor të Grupçinit, SK 40 vjeç nga fshati Kopaqindolli i Tetovës, ka raportuar se më 24 janar 2026, rreth orës 13 në oborrin e xhamisë së fshatit, djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga disa të mitur të tjerë, të cilët ngjarjen e kanë incizuar me telefon celular, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 23:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, BB 42 vjeç nga fshati Novosel, me banim në Tetov, ka raportuar se djali i tij i mitur, AB 17 vjeç, është larguar nga shtëpia, po merren masa për gjetjen e personit. Gjatë ditës së djeshme në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov, është kryer kontrolli i automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 17 shoferë për parkim të parregullt, ndërsa 11 automjete janë marrë me mjetin special Merimang. Gjithashtu janë evidentuar edhe 65 lloje të tjera të kundërvajtjeve në trafik.